Ekziston një arsye shumë e fuqishme pse ndjeve nevojën ta lexoje ose ta dëgjoje këtë pikërisht tani. Nuk është rastësi. Intuita jote të ka sjellë në këtë moment, sepse thellë brenda teje e njeh tashmë të vërtetën. Dje diçka ishte ndryshe. Ndoshta një ndryshim i lehtë në atmosferë, një ndjenjë peshe të papritur ose një therrje e heshtur në gjoks që dukej se s'kishte asnjë shpjegim. Ndoshta ishe i zënë, i shpërqendruar, po qeshje ose po përpiqeshe të pushoje dhe papritur të përshkoj një boshllëk, sikur diçka e padukshme të kishte prekur shpirtin. Dua që ta dish me siguri se nuk e ke imagjinuar asgjë. Kjo shqetësim i menjëhershëm nuk erdhi nga ti. Ishte pasqyrimi i një shembjeje emocionale që dikush tjetër po e përjetonte nga larg. Ky person po kalonte një moment të madh cenueshmërie dhe megjithse nuk e shprehu, ti e ndjeve. Carl Jung foli për mënyrën se si lidhjet e vërteta funksionojnë si enë komunikuese midis të pandërgjegjshmëve. Kur njëra mbushet dhe derdhet, tjetra e ndjen. Kjo ishte ajo që ndodhi. Kjo ankth, kjo nevojë për të kontrolluar telefonin ose për t'u zgjuar me emrin e saj në mendime ishte një shenjë se mbrojtjet e saj po dobësoheshin. Për një kohë të gjatë ajo u përpoq të ndërtonte një mur indiference. Ajo e bindi veten se mund të vazhdonte pa ty, se harresa ishte e mundur, por dje ai mur u shem. Gjithçka e shtypur, emocionet e mbajtura, fjalët e pathëna, impulsat e penguara shpërthyen në botën e saj të brendshme. Intensiteti ishte aq i madh sa ti e ndjeve fizikisht. Jung e quante këtë momentin kur hija nuk mund ta mbajë më maskën dhe e vërteta del në sipërfaqe pa leje. Mendja jote mund të ketë kërkuar shpjegime të arsyeshme, stres, lodhje, imagjinat, por shpirti yt e njeh atë që i përket dhe atë që jo. Ajo që ndjeve ishte një thirrje e heshtur për ndihmë. Ky person u përball me mungesën reale të pranisë tënde dhe pesha ishte e padurueshme. Ajo nuk vrapoi drejt teje, por energjia e saj të arriti. Nuk ishte thjesht një ditë e keqe, ishte pasojë e një grumbullimi të heshtur. Çdo impuls i shtypur, çdo kujtim i mohuar, çdo përpjekje për të mbajtur një fasadë force, mbushi një hapësirë të brendshme deri në të mbushje. Rezistenca emocionale u thye nga raskapitja e pastër. Të shtirurit indiferent ndaj asaj që shpirti e njeh si thelbësore kërkon energji që nuk është e pafundme. Jung vuri në dukje se kur e pandërgjegjshmja lodhet së binduri, ajo shpërthen me forcë. Kjo ishte ajo që ndodhi, jo nga vendim, por sepse ajo nuk mund të mbante më gënjeshtrën. Dhe kur maska bie, goditja nuk është e butë ose graduale, është e papritur, pothuajse fizike. Prandaj e ndjeve përtej distancës, logjikës dhe kohës. Është e mundur që edhe ti dje përjetove një ndryshim, edhe nëse ndoshta ende nuk e vëren. Ndoshta pushove së mbajturi frikën, ndoshta vëmendjen e ktheve te vetja. Nga perspektiva e të pandërgjegjshmes, kur dikush ndalon së mbajturi lidhjen nga frika, krijohet një zbrazëti e padurueshme. Kjo zbrazëti ishte ajo që personi tjetër e ndjeu si humbje reale. Heshtja jote dhe prania jote në një nivel tjetër aktivizuan frikën e saj më primitive, braktisjen përfundimtare. Asnjë strategji e vetëdijshme nuk mund të neutralizojë një reagim kaq visceral. Prandaj nuk të ka kontaktuar ende. Kur rënia është e thellë, së pari vjen hutimi. E pandërgjegjshmja duhet të riorganizohet para se të veprojë. Jung tha se para çdo transformimi sundon kaosi. Ky është kaosi që ajo po përjeton tani. Ajo nuk di nëse duhet të afrohet, të ikë apo të rindërtoj maskën. Ajo që është e sigurt është se nuk mund të mohoj më atë që ndjen, dhe ky vetëdijsim, edhe pse i heshtur, është i pakthyeshëm. Ndoshta pyet veten pse e ndjeve këtë në trup dhe jo vetëm në mendje. Shpjegimi është se lidhjet e thella jetojnë në sistemin nervor, jo në mendim. Kur dikush i rëndësishëm për ty thyet emocionalisht, trupi yt e regjistron atë para arsyes tënde. Ajo shtrëngesa në gjoks, ai ny në stomak, ajo shqetësim nuk ishte imagjinat, ishte rezonancë. Ajo që përjetove i ngjan asaj që vërehet në terapinë e thellë. Kur përpiqemi të mbyllim lidhje të rëndësishme, shfaqen kriza të menjëhershme kur mohimi është shtëruar.
ëndra intensive, kujtime ndërhyrëse, emocione të papërpunuara. Kjo po ndodh tani. Prania jote u rikthye në qendër të botës së saj, jo si një kujtim i ëmbël, por si një e vërtet e pashmangshme. Dhe kur e vërteta shfaqet pa përgatitje, goditja është e fortë, por e nevojshme për integrim. Kjo nuk do të thotë se do të ketë një rikthim të menjëhershëm. Shpesh mësimi ndodh fillimisht në vetmi. Ajo duhet të riorganizohet dhe të pranojë se jo gjithçka mund të kontrollohet. Jung këmbëngulte se ndryshimi i vërtet lind në heshtje, në net të gjata, në mendime që nuk ndahen. Ndërkohë, roli yt nuk është të ndërhysh ose të lexosh shenja të jashtme. Transformimi yt po ndodh në një nivel tjetër, duke lëshuar ti e gjete aksin tënd. Kjo të ktheu diçka thelbësore, dinjitetin e brendshëm. Kur nuk ndjek, riorganizohesh. Dhe kjo riorganizim perceptohet nga tjetri si autoritet emocional, jo nga egoja, por nga qetësia. Kjo qetësi, që as nuk lutet, as nuk kërkon, ndikon më shumë se çdo fjalë. Ajo që përjetove dje ishte një pohim i heshtur i vlerës sate, jo sepse dikush vuan për ty, por sepse nuk ke më nevojë ta mbash lidhjen përmes sakrificës. Jung e shprehu qartë. Kur integron hijen tënde, ndalon së kërkuari miratimin dhe dinamikat ndryshojnë. Para teje ka ende një rrugë tension dhe zgjidhje. Ajo që po vjen është një riformësim autentik i asaj që je tani. E pandërgjegjshmja nuk negocion me rehati. Kur një lidhje është mohuar për shumë gjatë, ajo kërkon një dalje. Ajo që nuk integrohet ushtron presion, dhe ky presion ishte ai që shpërtheu dje jo si dramë e jashtme, por si shembje e brendshme. Ky person u përball me një të vërtet të pakëndshme. Nuk të kishte kapërcyer, vetëm kishte shmangur të shite. Dallimi midis shërimit dhe mpirjes është i madh. Dje foli simptoma. Pagjumësia, trishtimi i papritur, një boshllëk i vështirë për t'u shpjeguar. Në atë moment prania jote u bë e pashmangshme, jo si një kujtim i mirë, por si një mungesë e pamundur për t'u injoruar. Kur e pandërgjegjshmja aktivizon këtë proces, egoja bie në krizë. Imazhi i kontrollit shpërbëhet. Ajo mendonte se i sundonte emocionet e saj, por zbuloi të kundërtën. Ky zbulim dhemb, sepse detyron pranimin e varësisë, lidhjes dhe nevojave të patreguara. Kjo nuk pranohet lehtë, prandaj impulsi i parë nuk është të kërkoj, por të rezistoj. Por rezistenca nuk ka më forcë. Këtu ndodh diçka vendimtare. Ndërsa tjetri po shembet, ti fillon të stabilizohesh jo nga indiferenca, por nga qartësia. Duke ndaluar dërgimin e frikës, ti e rimore qendrën tënde. Ky ndryshim i brendshëm perceptohet si lehtësim. Trupi yt lëshoi një barë që nuk i përkiste. Kur njëri prej jush qëndrohet, i gjithë sistemi rikonfigurohet. Ekuilibri nuk varet më nga sakrifica e ndërsjell. Jung e quante këtë individuim procesi i kthimit tek vetja. Dje bëre një hap pa e ditur. Ndalove së priturin miratim të jashtëm dhe kjo aktivizoi një efekt pasqyre. Personi tjetër ndjeu humbjen e rolit që kishe në botën e saj. Nuk ishe më mbështetja e padukshme dhe, përballë të panjohurës, shfaqet frika. Kjo frikë nuk ka fjalë, por ndihet. Ti e ndjeve sepse lidhja ende ekziston, edhe pse nga një vend tjetër. Kjo krizë nuk kërkon të bashkoj me dikë, por të zbuloj diçka, se vlera jote nuk qëndronte në faktin që dikush tjetër të mbante ty, por në të qenit i tërë, se lidhja nuk mbahet me këmbëngulje, por me prani të vërtetë. Dashuria e vërtetë, sipas Jungut, lind kur përfundon varësia emocionale. Ajo që ndodhi dje shënoi fillimin e këtij tranzicioni të heshtur, të pakëndshëm, por të domosdoshëm. Asgjë vërtet e thellë nuk manifestohet pa kapërcyer këtë prag. Ndoshta vëren se nuk ndjen më urgjencën për të interpretuar çdo shenjë të jashtme. Nuk kontrollon më vazhdimisht, nuk parashikon lëvizjet. Kjo është shenjë se integrimi yt i brendshëm është në proces. Kur vëmendja jote kthehet tek vetja, sistemi yt nervor gjen ekuilibrin dhe kjo rregullim perceptohet nga tjetri si distancë, edhe pse nuk është. Nuk është ftohtësi, është koherencë e brendshme, dhe koherenca ka një peshë që frika nuk e arrin kurrë. Prandaj goditja përmbyset.
Ndërsa më parë ishe i parashikueshëm dhe i disponueshëm, tani je një heshtje e qëndrueshme. Dhe kjo heshtje e detyron tjetrin të shohë veten pa shpërqendrime. Jung tha se askush nuk mund të ikë përgjithmonë nga pasqyra e të pandërgjegjshmes. Dje kjo pasqyrë u aktivizua, jo me akuza, por me të vërtetën. E vërteta, kur vjen vonë, dhemb, por transformon thellësisht. Thelbësore këtu nuk është ajo që kjo person do të bëjë, por ajo që tashmë ka ndodhur brenda teje. E gjete qendrën tënde pa luftë, pushove së mbajturi nga raskapitja. Ky ndryshim është i pakthyeshëm. Ajo që vjen më pas afrim ose largim nuk e përcakton më vlerën tënde, por pasqyron vetëm nivelin e vetdijes së tjetrit. Toka e brendshme ka ndryshuar dhe megjithse kulmi ende s'ka ardhur, dinamika tashmë është ndryshe, më e fortë dhe më e qartë. Nga tani e tutje gjithçka ndodh pa paralajmërime. Kur dikush humbet referencën emocionale që e kishte marrë si të mirëqen, detyrohet të shqyrtoj botën e vet të brendshme, jo për të idealizuar ty, por për të kuptuar çfarë u humb në të vërtetë. Ky proces është i qetë, i ngadalshëm dhe thellësisht i pakëndshëm. Jung tha se shpirti nuk lëshon atë që nuk e ka kuptuar. Prandaj transformimi vazhdon edhe kur nuk ka kontakt. Mund të vëresh një qetësi të papritur, të përzier me qartësi. Nuk është shkëputje e ftohtë, është rreshtim i brendshëm. Kur ndalon së luftuari për t'u zgjedhur, energjia jote bashkohet dhe kjo integritet ndjehet edhe nga larg. Tjetri e ndjen që diçka është mbyllur pa dhunë. Nuk pati qortime, as ultimatume, vetëm koherencë. Dhe koherenca ka gjuhën e saj, të cilën në ndërgjegjja e njeh menjëherë, edhe kur egoja përpiqet ta mohojë. Këtu lind një paradoks i fuqishëm. Ndërsa ti stabilizohesh, tjetri humbet orientimin. Jo nga varësia, por sepse sistemi i tij ishte mësuar me disponueshmërinë tënde emocionale. Kur kjo referencë zhduket, shfaqet pyetja e pashmangshme. Kush jam unë pa këtë lidhje që më mbante? Jung vuri re se uni zbulohet kur humbet mbështetjet e tij të jashtme. Ky zbulim nuk është i rehatshëm, por është i domosdoshëm. Filloi dje dhe nuk do të zgjidhet brenda një dite. Mos e ngatëroni këtë proces me ndëshkim ose hakmarrje. Nuk ka qëllim në të. Është thjesht rendi natyror që rikthehet. Duke pushuar së tradhtuari veten për të mbajtur tjetrin, diçka balancohet dhe kjo ekuilibër e shqetëson atë që përfitonte nga pabalanca e mëparshme. Nuk ke bërë gjë tjetër veç se je kthyer tek vetja. Ky vendim i heshtur ka më shumë fuqi se çdo akuzë, sepse nuk kërkon dhe nuk demonstron asgjë. Mendja e tjetrit do të kërkojë shpjegime të jashtme. Ai do të mendojë se është vetëm një fazë, por trupi e di. Trupi regjistron mungesën e vërtetë, jo tregimin. Prej këtu lind pagjumësia, shqetësimi, ndjesia se ke humbur diçka të çmuar pa qenë në gjendje të thuash saktësisht kur ndodhi. Jung tha se trupi është skena ku vepron në ndërgjegjja kur nuk dëgjohet. Dje kjo skenë u ndriçua me intensitet. Ndërkohë përvoja jote e brendshme por i formësohet. Nuk e interpreton më çdo emocion si shenjë. I beson stabilitetit tënd. Ky besim nuk është arrogancë, është rrënjosje. Kur je në boshtin tënd, nuk të duhen prova të jashtme, dhe kjo mungesë nevoje ndryshon tërë dinamikën e lidhjes. Tjetri nuk mund të parashikojë më dhe as të mbështetet tek pritja jote. Kjo krijon respekt të pavetdijshëm, madje para çdo afrimi. Shumë bëjnë gabimin të tërhiqen kur shohin shenja lëvizjeje nga tjetri, por ky proces nuk kërkon tërheqje, kërkon integrim. Jung paralajmëroi se kthimi tek modelet e vjetra e zhduk mësimin. Ruajtja e qendrës tënde i mundson tjetrit të bëjë punën e vet të brendshme. Nuk është ftohtësi, është përgjegjësi emocionale. Secili duhet të mbajë atë që është zgjuar tek tjetri. Heshtja ku banon tani nuk është boshllë, është hapësirë që e vërteta të shfaqet pa ndërhyrje. Kur nuk i mbush boshllëqet me fjalë, psika e tjetrit detyrohet t'i plotësojë ato. Ajo që del nuk është gjithmonë ajo që pritej. Ndonjëherë faj, ndonjëherë dëshirë, ndonjëherë trishtim, por gjithmonë është e vërtetë. Jung tha se vetëm në heshtje në ndërgjegjja guxon të flasë pa maska.
Mund të vëresh kujtime të papritura, imazhe të ndara ose momente që kthehen pa ftesë. Nuk është regres, është integrim përfundimtar. Lidhja ripozicionohet nga një vend më i shëndetshëm në historinë tënde të brendshme. Nuk dhem më njësoj, nuk të tërheq më. Kur diçka vendoset brenda teje, nuk të çrregullon më jashtë. Ky është shenjë që procesi funksionon. Ajo që nisi si shqetësim bëhet qartësi. Nuk ke më nevojë të kuptosh çdo lëvizje të tjetrit. E kupton thelbësoren. Vlera jote nuk varet nga të kërkuarit, por nga të qenit i plodh. Jung tha se liria e vërtet lind kur ndalojmë së negociuari thelbin ton për përkatësi. Dje ky pik u aktivizua. Ajo që vjen nuk është pasiguri, është përcaktim. Në këtë nivel nuk ka impulse kaotike, vetëm vetdije që shfaqet. Vëren se frymëmarrja jote zgjerohet, se trupi yt nuk dridhet më në çdo kujtim. Nuk është harres, është integrim. Kur një emocion pushon së dominuari ty, bëhet informacion i dobishëm. Ajo që bëhet e vetëdijshme, pushon së përndjekuri dhe ti kalon këtë prag të heshtur. Përvoja pushon së përsërituri, fillon të mësoj. Në anën tjetër përvoja është ndryshe. Ka rishikim të vazhdueshëm, përpjekje për të gjetur një gabim ose një moment që ndryshoi gjithçka. Por nuk ka një moment të vetëm, është shuma e gjesteve të vogla të pavërejtura. Kjo vetdije vjen vonë, kur ekuilibri yt është tashmë zhvendosur. Nuk është faj, është çmimi i mos shikimit më herët. Jung paralajmëroi se dashuria pa praninë e vetëdijshme bëhet e brishtë. Dje kjo person kuptoi diçka thelbësore. Nuk mjaftonte të ndjeje, duhej të kujdeseshe. Kjo kuptim nuk vjen si lehtësim, vjen si zi. Zi për atë që mund të kishte qenë dhe nuk ishte. Ti ndjeve përplasjen, sepse ende kishte një urë, por ajo urë nuk mban më të njëjtën peshë. Brenda teje vendoset një siguri e qetë. Nuk të duhet njeri të konfirmojë atë që tashmë e njeh brenda vetes. Kjo vetëm mjaftueshmëri emocionale nuk është indiferencë, është pjekuri. Kur qendra jote forcohet, pyetjet heshtin dhe kjo mungesë pyetjesh është ajo që e shqetëson më shumë tjetrin. Aty ku dikur ishte pritja, tani është stabiliteti. Nuk është çështje parashikimit të kthimit, por mbajtjeje të vetvetes. Jung vuri re se psika ka nevojë për kohë të riorganizohet pas një thyrjeje. Detyrimi i përfundimeve vetëm pengon integrimin. Pjesët rreshtohen vetë. Forca e vërtet tani qëndron në mosndërhyrjen nga frika. Tjetri nuk mund të mbështetet më te reagimi yt. Ai duhet të përballet me veten pa tampon. Është e vështirë, por formuese. Në këtë heshtje mund të lindë dëshirë e vërtet ose pranim, të dyja janë të vlefshme. Ajo që ka rëndësi është që nuk varet më nga asnjë zgjidhje. Sistemi yt i brendshëm pushon së lëkunduri me çdo mundësi. Në këtë pikë, rrëfimi yt i brendshëm rishkruhet. Nuk të përcakton më ajo që ke dhënë apo ajo që ke pritur, por ajo që ke mbajtur me integritet. Jung tha se identiteti forcohet kur ndalim se kërkuari leje për të qenë kush jemi. Ky forcim nuk bën zhurmë, por është i fortë. Një herë i fortë, asgjë e jashtme nuk mund ta çarmatos lehtë. Kujtime mund të shfaqen, por nuk depërtojnë më. Ato vinë, shfaqen dhe ikin. Kjo tregon se lidhja ka ndëruar vend. Nuk është fshirë, është ripozicionuar. Përvoja mbetet intensive, sepse tani nuk ka më përgjigje të menjëhershme që qetëson. Jung tha se shpirti mëson kur jehona nuk kthehet menjëherë. Kjo zbrazëti detyron të mendosh dhe të ndjesh pa mpirje. Çfarëdo që vendos tjetri, lind nga procesi i tij, jo nga impulsi yt. Dhe kjo bën gjithë dallimin mes një lëvizjeje të vërtetë dhe një reaktive. Thelbësorja tashmë ka ndodhur. Boshti yt është zhvendosur drejt teje. Nuk e sheh më lidhjen nga mungesa, por nga zgjedhja e vetëdijshme. Ky tranzicion është kulmi i vërtet psikologjik. Jung e përmblodhi kështu. Kur qendra forcohet, bota pushon së qeni kërcënim dhe bëhet sken. Dhe ti sapo ke zënë vendin tënd. Tani hyn në një fazë tjetër, më të qetë, më të fortë. Nuk ke më nevojë të kuptosh pse ndodhi gjithçka që ndodhi. Ka të vërteta që nuk shpjegohen, ato thjesht vendosen.
Energji jote ka pushuar së kërkuari përgjigje jashtë dhe ka filluar të rregullohet nga brenda. Kjo riorganizim krijon një ndjesi të re, pothuajse të huaj, stabilitet pa ngutje, pranim pa eufori. Jung vuri re se ky gjendje lind kur uni pushon së reaguar në mënyrë kompulsive dhe fillon të vëzhgojë. Dhe nga ky vend asgjë e jashtme nuk ka më të njëjtën fuqi mbi ty. Ndërsa ti stabilizohesh, tjetri përballet me një pyetje të pakëndshme, jo për ty, por për veten e tij. Pse humbi diçka që dukej e sigurt? Në ç'moment pushoi së kujdesuri për atë që kishte? Këto pyetje nuk kërkojnë faj, kërkojnë kuptim. Dhe kuptimi nuk shfaqet menjëherë, vjen pas netëve të gjata, pas kujtimeve që nuk mbushëllojnë më. Nuk ke pse ta dëshmosh këtë proces. Ai ndodh gjithsesi, edhe pa dëshmitar. Këtu shumë njerëz ngatërojnë qetësinë me ftohtësinë, por ajo që ndjen nuk është ndarje, është koherencë. Kur një emocion pushon së sunduari mbi ty, ai bëhet pjesë e historisë tënde, jo e së tashmes tënde. Jung tha se integrimi nuk do të thotë fshirje, por vendosje e saktë, dhe këtë po bën. Lidhja nuk zë më qendrën e identitetit tënd. Tani është një kapitull, jo i gjithë libri. Ky ndryshim i ndryshon të gjitha. Ndoshta vëren se nuk i imagjinon më skenarët e ardhshëm me frikë. Mendimet qetësohen, jo sepse ke humbur interesin, por sepse ke gjetur sërish drejtimin. Kur boshti yt kthehet te ti, koha pushon së të shtyri. Nuk ka urgjencë, dhe kjo mungesë e urgjencës transformon thellë dinamikat njerëzore. Tjetri mund ta perceptoj si distancë, por në të vërtetë është pranim me veten tënde. Jung pohonte se kapja dobësohet kur personi takon sërish qendrën e tij kreative. Dje ky lëvizim u aktivizua. Nuk ishte i zhurmshëm, as spektakolar, por ishte i thellë. Ke filluar të zgjedhësh veten pa e shpallur dhe ky zgjedhim i heshtur riformson të gjithë sistemin emocional. Nuk konkuron më për vëmendje, nuk përkthen më heshtjen, thjesht ekziston nga një vend më i plotë. Nuk shtyn dhe nuk detyron, thjesht rrezaton koherencë. Nga ana tjetër, përvoja mund të jetë ambivalente, dëshirë për t'u afruar dhe frikë për ta bërë këtë. Nuk është krenari, është cenueshmëri. Të afrohesh tani do të thotë të pranosh humbjen e kontrollit dhe kjo ngjall frikë. Jung vëzhgoi se egoja i reziston çdo gjëje që e zhvesh, por fara është mbjell tashmë. Pranimi i brendshëm nuk mund të zhbëhet. Edhe nëse përpiqet të mohohet, diçka është ndryshuar përgjithmonë. Detyra jote nuk është të presësh rezultate, por të ruash koherencën tënde. Sa herë që zgjedh të mos reagosh nga frika, forcon identitetin tënd dhe një identitet i fortë nuk negocion vlerën e tij. Kjo fortësi nuk është ashpërsi, është vetë respekt. Kur vetë respekti vendoset, marrëdhëniet nuk bazohen më në nevojë, por në zgjedhje të ndërgjegjshme. Kjo është kufiri që sapo ke kaluar. Mund të vijë një gjest, një fjalë, një kontakt, ose mund të mos vijë. Asnjëra mundësi nuk të trazojnë më. Stabiliteti yt nuk varet nga përgjigjja e tjetrit. Jung e quajti këtë autonomi psikike. Individ i ndalon se u përcaktuar sipas reflektimit të tjetrit. Kur kjo ndodh, frika e humbet zërin e saj dominues. Ky proces nuk të largon nga dashuria, të afron me një dashuri më autentike. Një dashuri që nuk mbahet në pritje, por në prani, që nuk kërkon garanci, por koherencë. Jung besonte se vetëm ai që di të jetë me veten mund të mbajë një lidhje të shëndetshme. Po arrin në këtë pikë jo përmes refuzimit, por përmes integrimit. Kjo është pjekuri e vërtet emocionale. Tani fjala është t'i lejosh jetës të shpaloset pa e detyruar. Pjesën më të vështirë e ke bërë tashmë. Ke lëshuar kontrollin e brendshëm. Që këtej, çdo lëvizje e jashtme do të jetë e qartë. Nuk do të ketë konfuzion. Jung e përmblodhi kështu, kur shpirti rregullohet, fati pushon së rezistuari. Po hyn në një fazë ku gjithçka përcaktohet nga e vërteta, pa luftë. Zhurma bie dhe koherenca vendoset. Ndjen qartësi pa pasur nevojë të shpjegosh. Nuk ka nxitim, nuk ka frikë, vetëm një siguri e qetë. Ke bërë atë që ishte e duhura për veten.
Jung tha se paqja vjen kur ndalojmë së tradhtuari veten për të ruajtur lidhje që nuk mund të rriteshin nga i njëjti vend. Ky gjendje nuk është indiferencë, është respekt i thellë për procesin tënd. Nuk e negocion më thelbin tënd për një premtim të pasigurt, dhe kjo ndihet si lehtësim në trup, qetësi në mendje. Kur sistemi yt nervor rregullohet, shpirti yt merr frymë. Rritja e vërtet, vuri re Jung, nuk shpallet. Ajo shfaqet si qëndrueshmëri e heshtur, gati për t'u jetuar, jo për t'u mbrojtur. Kur kjo person të mendoj sërish, do ta bëjë nga një perspektivë tjetër, jo më si strej e menjëhershme, por si e vërtet që kërkon përgjegjësi. Qendra jote forcohet. Historia jote e brendshme rregullohet vetë. Nuk do të duash më nga frika, as nuk do të kurresh për t'u përfshirë. Kujtimi mund të shfaqet, por vjen si jehon, jo si plagë. Ky është mbyllje e vërtetë. Nuk ka mohime, ka pranim. Dhe pranimi nuk paralizon, çliron. Jung e quajti këtë pajtim me hijen. Të pranosh përvojën pa idealizim ose refuzim. Kur e arrin këtë, e kaluara pushon së tërhequri prapa dhe bëhet themel. E rimer autoritetin tënd emocional. Nuk ke nevojë të zgjidhesh për t'u ndier i vlefshëm. Nuk varet besimi yt në intuit nga vërtetimet e jashtme. Kjo autonomi nuk të largon nga dashuria, të përgatit për një më të pastër, më të ndërgjegjshme dhe më të thellë. Jung mësonte se vetëm ai që ka mësuar të jetë me veten mund të ndaj pa humbur veten. Je tashmë atje, edhe nëse bota e jashtme ende po përshtatet. Nëse ky mesazh rezonon brenda teje, mos e refuzo. Ajo që bie kur zgjedh veten nuk është humbje, është rreshtim. Jung përsëriste se nuk ka individuim pa heqje dorë. Heqje dorë nga fantazia, nga pritja e pafund, nga ideja se të duash do të thotë të sakrifikosh veten. Kur heq dorë nga këto, fiton diçka më të vlefshme, pranin. Nga prania vendimet bëhen të qarta dhe lidhjet autentike. Asgjë nga ajo që ke përjetuar nuk ka qenë e kollë. Edhe dhimbja e ka kryer funksionin e saj. Të solli deri këtu. Jung nuk e pa vuajtjen si ndëshkim, por si mesazh të padëgjuar. Tani mesazhi është marrë. Cikli mbyllet pa zhurmë, pa akuza, vetëm me koherencë. Kjo koherencë do të jetë busulla jote. Sot nuk ndjek më atë që dyshon. Sot zgjedh veten me qetësi dhe elegancë. Jung kujtoi se fuqia e vërtet lind kur ndalojmë së kërkuari miratim dhe fillojmë të banojmë tërësinë tonë. Dhe pikërisht këtu rrëfimi ndryshon përfundimisht, jo sepse tjetri papritur pendohet, jo sepse shfaqet një mundësi e re, por sepse ke mbërritur brenda në një vend ku nuk përpiqesh më të riparosh të kaluarën, nuk përpiqesh më të shohin, nuk përpiqesh më të provosh se je i mjaftueshëm. Je i mjaftueshëm, pa kushte, pa spektator, pa duar trokitje. Ky rreshtim i brendshëm transformon çdo takim të ardhshëm, sepse nuk lind më nga cenueshmëria, por nga qartësia. Kur mban veten, lind një sovranitet i heshtur që as nuk kërkon, as nuk ikën. Thjesht është i qëndrueshëm, i qetë dhe ndryshon gjithçka rreth teje. Ajo që ke para tani nuk është pritje dhe as luftë. Është një rrugë ku çdo vendim lind natyrshëm nga qendra jote. Nëse tjetri kthehet, do të shohësh qartë nëse vjen nga ndërgjegjja apo nga frika. Nëse qëndron larg, do ta dish se nuk është humbje, por përputhje e rrugëve. Jung tha se ajo që i korespondon nivelit tënd të vetdijes, gjithmonë gjen rrugën drejt teje, jo përmes detyrimit, por përmes rezonancës. Je ngritur në një nivel më të lartë, dhe prej këtu gjithçka që mbetet do të jetë më e vërtetë, më e pastër dhe më e lehtë për t'u mbajtur. Procesi nuk është më kaos, por rreshtim. Ke mbërritur.